atëherë mendimi im është që duhej të gjykata të merr në një mos të përkohshme ku do ta ndalonte rrjedhjen e afateve. Përndryshe nuk ka kush përgjigje se çka bëhet pas 30 ditëve. Por ne këtë çka do duhet të bënte është obligimi i deputetëve të opozitës brenda seancës të ngrisin dorën dhe të votojnë përkundër ose të abstenojnë. Mirë po ata vazhdojnë të qëndrojnë në soll, vinë çdo të dytën ditë dhe nuk votojnë. Edhe nuk ka arsye një deputet, funksioni vetëm i tij është po mbikëqyrja e qeverisë, përbërja e ligjeve, po gjithashtu edhe votimi. Fuqia jone vetëm është ngritja e dorës. Këta refuzojnë të votojnë përkundër që gjykata i thotë ju jeni të obliguar të votoni. Pra, sikur këta të votojnë do të dilim nga kriza dhe kjo afate nuk do të ishte problem. Mirë po tani këta kanë filluar të shkelin kushtetutën dhe rregulloren e vend, rregulloren e punës së kuvendit për shkak se vazhdojnë të mbojnë fjalimin brenda kuvendit, edhe pse kjo është ndaluar me nenin 9 paragrafin 3 të rregullorës së punës së kuvendit. Unë domethënë që e kuptoj gjithçka që thatë për t'ju rikthyer edhe një herë pyetjes që ju bëra në fillim. E kam lexuar vendimin e gjykatës kushtetuese të 2014-s moti, jo tash. E kuptoj qëndrimin e lëvizjes vetëvendosje për zonjën Haxhiu dhe e kuptoj dhe qëndrimin që zonja Haxhiu ka vendosur si standard. Pra, nëse nuk merr 61 vota për t'u tërhequr, po themi, nga kjo pozitë ose nga kjo garë, si mund ta themi, por sërish unë duke ju qëndruar vendimit gjykatës kushtetuese që kërkon bashkëpunimin e forcës së parë, që është lëvizja vetëvendosje, pyetja ime është sërish, çka nëse lëvizja vetëvendosje propozon një figurë politike nga radha e opozitës për kryekuvendar, se nëse jeni të bindur që opozita këtë po e shndron në krizë politike, i ngelet topi në derë opozitës pastaj, dhe bëhet e qartë situata që këta s'po duan të votojnë as njeriu në tyre, pra nuk është më kjo çështje kushtetuese ose ligjore. Mendoj se është e rëndësishme, ne nuk jemi duke votuar Albolenën. Ne jemi tash në këtë moment jemi duke votu komisionin që administron votimin e fshet. Pra nuk kemi mrri te zonja Haxhiu. Te zonja Haxhiu këta kanë mundësi të votojnë kundër dhe nëse nuk kemi 61 vota ajo tërhiqet. Po ne jemi te votimi i komisionit. E gjykata po thotë që komisioni votimi i fshet është kushtetues. Pra këta janë në shkelje të kushtetutës, ne nuk mundemi me shkel kushtetutën për hot të tyre për me dalë nga kriza. Këta kanë bërë pyetjen, gjykata ju është përgjigjur, prandaj për ne është pse nuk votojnë këta, për shkak se e kanë obligim kushtetues, e jo pse nuk tërhiqet zonja Haxhiu. Zonja Haxhiu e ka thënë, votoni, jeni në detyrë të obligimit kushtetues, dhe nëse nuk i marrë 61 tërhiqen. Dhe pastaj vazhdojmë me kandidatën e dytë. Edhe duhet kuptuar këtë. Është krijuar një standard jashtëzakonisht i keq. Kuvendi i Republikës do të jetë këtu edhe me qindra vite. Derisa këta kanë një seancë solemne, me karakter solemn, ne kanë shndruar në betejë politike. E kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme për shkak se ne nuk e kemi bërë një gjë. Në vitin 2020 televizia vetëvendosje i ka pas 67 vota. Edhe ka votuar kryetarin e kuvendit. Edhe ne kemi mund ta bëjmë të njëjtën gjë për nënkryetarit e tyre atëherë. Ti themi, jo nuk na pëlqen kjo figurë, ndryshone. Edhe nuk kishin mujt me kalu asnjë nënkryetar, meqense se ne kemi pas shumicën e votave. Po nuk i kemi bërë një gjë të tillë. Njëjtë kanë vepruar edhe te raporti për verifikimin e mandateve, që është pika e parë e renditës të seancës konstitutive. E kanë bërë betejë politike, por e panë se çen gabim, pas 3 seancave u kthyn edhe votuan për. Do të thotë për çdo zgjidhje, edhe do të thon troç, kemi ofruar pra marrëveshje teknike pako, marrëveshje politike, votimin e hapur, votimin e fshet, asnjëra nuk e dojnë. Me fjalë tjera, për çdo alternativë që i japin, këta nxjerrin një problem, që na tregon që këta janë për bllokë me jo për konstituim. Qartë. E në vazhdën e kësaj që po flasim tani, cili është roli presidentes Osmani? Dikush duhet me nxjerr këtë Kosovën nga kriza në këtë moment. A ka mundësi ajo a i lejon kushtetuta me marr pozita me nxjerr Kosovën nga kriza? Përveç të adresimit të ndonjë pyetje në gjykatën kushtetuese, unë nuk shoh alternativë tjetër. Po fatkeqësia zoti Loli është se gjykata ka dhënë fjalën e vet. Ne jemi te votimi i fshet. Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese thotë deputetët mund të votojnë për kryetarin e kuvendit me votim të hapur apo të fshet apo cilën do mënyrë tjetër dhe janë të obliguar të votojnë për kundër ose të abstenojnë dhe nuk duhet liruar nga ky obligim. Pra nuk e di çka duhet ju thoj gjykata tjetër, përveç se është e zeza në të bardhë.
por pse këta nuk dojnë ta respektojnë, për beson nuk e di, ta janë në shkeljet kushtetutës çdo dytën ditë radhazi. Tash edhe në shkeljet të rregullorës punës kuvendit ku po fillojnë të mbojnë debate brenda kuvendit, ku të njëjtën rregullorët punës e kemi votuar në vitin 2022 me 80 vota, edhe pika 3 thotë në seancë konstitutive nuk lejohet debat. Ta vazhdojnë të mbojnë debat. Me fjalë tjera, nuk e di çfarë do duhet, kjo është e gjykata kushtetuese tjetër, organi më i lartë që jep interpretimin e kushtetutës son, që këta të votojnë. Për ne është e pakuptueshme, e pakapshme, e për më tepër nuk duhet harruar për publikun. Këta janë duke e bërë betejë zonjën Haxhiu dhe bllokimin e Republikës, të njëjtit kanë pas vot për Zajrnicën, për gjykatën speciale, këta janë të njëjtit që kanë votuar për amnistimin e strukturave kriminale në veri. Pra kanë amnistuar kriminal serb, kanë votuar gjykatën speciale, kanë pas vot për Zajrnicën, nuk kanë vot për zonjën Haxhiu. As edhe kundër. Mendoj se kjo flet shumë për ta. Qartë. Tani, si ta kuptoj, pra nëse kjo situatë duhet ketë një finale, si mund ta kuptoj publiku këtu në Shqipëri? Pra, kush po i druhet dhe kush po i dëshiron zgjedhjet e parakohshme? Se në një farë mënyre po themi që kur ti po pengon ose po vonon formimin e kuvendit e po pastaj të qeverisë, drejt zgjedhjeve po shkon në një mënyrë. Por ne, kështu, pajtohem se ka qenë betej, po publiku e ka të qartë, sidomos në Kosovë. Këta kanë bërë pyetje të gjykata kushtetuese, votimi i fshet ka thonë është kushtetuese, mund të vazhdoni edhe ju jeni obligues të votoni. Tash kush është fajtori, mendoj që publiku në Kosovë ka jashtëzakonisht të qartë. Opozita refuzon marrëveshje teknike, refuzon gjitha marrëveshjet politike. Kjo tregon që këta janë bërë bashk të gjithë kundër kryeministit Kurti. Dhe për këtë dorën zamër mund ta shihni për shkak se këta janë takuar dhe janë duke parë mundësinë e vetme për të riorganizuar arallat e veta për të bërë bashk për të formuar qeverinë. Opozita në publik tregon që janë kundër kryeministit Kurti. Me fjalë tjera, ju e dini që zgjedhjet janë parlamentare, po programi implementohet te ekzekutivi, te qeveria. Këta nuk duhen të dolin aty për shkak se e kanë frikën se kryeministi Kurti e merr pushtetin edhe një herë dhe këta luftën e kanë me të, e mor parasysh luftën që kena bën ndaj krimit dhe korrupsionit, ju duhet kuptuar që ka interesa të jashtëzakonshme të opozitës këtu. Kemi opozitën që as nuk kontrollohen nga lider partish, më shumë janë shoqëri aksionare, kontrollohen nga oligark. E ata pastaj, siç e dini, tenaj thonë populli i gazon besht me derë. I kontrollojnë komplet edhe ju tregojnë me kanë mund të futen në koalicione ku jo. E keni lidhjen demokratike e Kosovës, për shembull, ku sondazhet tregojnë që dëshira më e madhe e elektoratit LDK-s është të ketë koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Në anën tjetër, lidershipi i LDK-s, në këtë rast zoti Abdigjiku, refuzon të kemi një marrëveshje për të konsultuar kuvendin dhe të kemi një koalicion në qeverinë e ardhshme, ku bashkë do të kishim 68 vota, një qeveri jashtëzakonisht stabile, përfshitur komunitetin në 78 vota, do ta kalonim edhe presidentin nesër me 80. Prandaj çfarë duhet të them është publiku ka të qartë që betejë është kundër kryeministit Kurti, edhe po besoj oligarkëve që i kontrollojnë partitë politike, përfshi LDK-n që kemi kompani sikur Devolli, që besoj kanë influencë jashtëzakonshme te lidhja demokratike e Kosovës. Në Kosovë tash thonë është lidhja demokratike është shndruar në lidhjen e Devollit të Kosovës. Qartë. Kam edhe dy pyetje të fundit për ju, zoti Basha. Lëvizim pak nga kriza që zhvillohet në kuvendin e Kosovës për të shkuar pak më në veri në Mitrovicë, atje ku kryeministri Albin Kurti inauguroi nisjen e ndërtimit të 2 urave të reja mbi lumin Ibër në veri. Por ndërkaq nuk është se s'ka urë në Mitrovicë që lidh pjesën e veriut me pjesën e jugut, apo jo pse ishte nevojshme 2 ura të tjera, se realisht nuk e kuptoj. Përbes ndërtimi i urave bën lidhjen e njerëzve, një urë do të jetë për këmbësor, tjetra për automjete. Sa më shumë ura aq më mirë, për shkak se ju e dini që sa më shumë qasje brenda qytetit, kjo tregon që e lehtëson qarkullimin e njerëzve dhe modrave. Veri dhe jugu i Kosovës të dyja janë brenda Republikës Kosovës, gjithçka është bërë brenda ligjeve të vendit tonë.
dhe nuk ka asgjë të keqe. Ne ndërtojmë ura jo vetëm në Mitrovic, ndërtojmë gjithandej nëpër Kosovë, po arsyeja pse bëhet temë në veriun e vendit është për shkak të një të kaluare, për shkak se tash ka një stabilitet të sigurisë të jashtëzakonshme. Po unë nuk e kuptoj edhe nuk e di pse një njeri del dhe mund ta kundërshtoj ndërtimin e një ure, qoftë atë për këmbësorë ose për automjete. Por mund më shumë ose për shtorët e Republikës më shumë shtrohet pyetja pse ura që është ndërtuar nga Bashkia Evropiane, e cila ka kontroll nga KFOR-i nuk lirohet për automjete. Unë e kuptoj, e kanë ndërtuar shumë mirë, po në të dy anët e urës ka siguri të jashtëzakonshme, njerëzit qarkullojnë, por ata refuzojnë ta lirojnë. Ata thonë se është çështje sigurie, por nuk ka më çështje sigurie për shkak se e dini që veri i vendit është 55 km në thellësi të saj, është jashtëzakonisht i sigurt që të qarkullojnë lirshëm. Për mua pyetja do të ishte pse nuk lirohet një urë që është aty për qarkullimin e automjeteve, jo pse ndërtohen të reja. Qartë, po domethënë çështja pse ndërtohen të reja është këtu që kur i ke ato ekzistueset e mbyllura të hapin ato që janë mbyllura pastaj ndërtohen edhe të reja. Bën në këtë sens. Nuk e hap dot KFOR-i, ne nuk mund të futemi në luftë me KFOR-in, sigurisht. Po pati edhe një reagim nga ana e Bashkimit Evropian për këtë që e kanë të zakonshme këta me koordinim, kështu domethënë, në këtë rast për komunitetin, duke qenë se ju thoni që s'ka asnjë rrezik sa i takon sigurisë aty. Jo, këtë e dinë gjithë qytetarët e Republikës tani me edhe Bashkia Ndërkombëtare. Rreziku ka qenë në 2019 kur kemi orë në pushtet, ju e dini ka pas barrikada, ka pas struktura kriminale atje. Tash është jashtëzakonisht e sigurt, kështu që Bashkia Ndërkombëtare duhet t'ia shtrojë pyetjen vetes pse nuk e hap urën që ka ndërtuar për qarkullim të automjeteve e jo pse na pyes neve pse ndërtojnë të reja. Qartë, për të ardhur edhe çështja e fundit, po jo për nga rëndësia e fundit. Presidenti amerikan Donald Trump gjatë konfliktit midis Iranit dhe Izraelit dhe në përfundim të konfliktit 12 ditor e ka përmendur Kosovën dhe Serbinë dy herë, një fakt mjaft i çuditshëm për peshën që do duhet kishte Irani dhe Izraeli në atë moment dhe jo Kosova dhe Serbia. Megjithatë, kjo e ka nxjerrë në ballë të gjitha mediave sërish çështjen e një marrëveshje të imponuar sërish ndaj Kosovës nga ana e administratës Trump. Më thoni nëse jam gabim në këtë pjesë. Dhe e dyta, për të qëndruar këtu, apo përfiton edhe vetë kryeministri Kurti nga kjo krizë e Kosovës, ka mos konstituimi i kuvendit dhe nga zgjatja rrjedhimisht edhe e formimit qeverisë, se do të ketë zgjedhje apo jo, tjetër gjë, në mënyrë që të mas pulsin e administratës amerikane, pra të shohë se ku rreh presidenti Trump, çfarë do duhet të marrë si hapa të ardhshme. Do të filloj nga kjo e fundit, me qenë se ndëlidhet pastaj me atë paraproke. Kështu, nuk mund të thot dikush se na konvenon mos konstituimi i kuvendit derisa na shkojmë aty dhe votojmë. Pra, ne jemi për konstituim. Ne kemi bërë oferta të njëpasnjëshme për ta konstituar kuvendin. Për shkak se ne mendojmë se është me rëndësi të kemi një qeveri të re, edhe gjithashtu të kemi një kuvend që e mbikëqyr punën e qeverisë, se Kosova qeveri ka, është aktive, por nuk ka kuvend, e një nga funksionet kryesore është për mbikëqyrjen e punës së qeverisë. E opozita refuzon me mbikëqyr punën e kryeministit Kurti. Pra me fjalë tjera, ne jemi për konstituim, asnjëherë nuk na konvenon vonesat dhe fakti që shkojmë çdo 2 ditë dhe votojmë për tregon se ne jemi për konstituim, kurse opozita është për bllokim. Sa i përket zotit Trump, po e ka ndëlidhur këtë për shkak se ju e dini që janë disa konflikte të ngrira, gjithandej një ndër to është edhe Kosova me Serbinë. Kjo fatkeqësisht për shkak të Serbisë, sepse ju e dini që Kosova ka qenë viktima në luftën e fundit, ku janë masakruar mbi 12.000 vrarë mbi 12.000 civil shqiptar, janë masakruar 1.133 fëmijë në moshën 6 vjeçare. Megjithatë Kosova ka qenë e gatshme ta shtrojë dorën në pajtimit dhe të ketë një marrëveshje edhe për gjetjen e për çështjen e të pagjeturve. Po Serbia vazhdon me qenë edhe Serbia fashiste.